Po, hajdutja e librave. Po, aleluja, I tha fuqisë time që lezi, tha, ti shko, tha, në burgun tim, që jam unë në emrin tim, dhe do kuptoj se ne jemi dënuar, do vritet Alketa, ti do dalësh nga trupi I Alketes. Shura dakord dhe fuqia shkoi pa Alelun në burgun e Alelus, ku rrinte Aleluja. Kishin heq përgjezën, apo ti ishte përgjezja? E hoqën përgjezën që e kishin goditur. Dhe shkon fuqia të vritet. I thanë që do gjesh Anhelin atje. Sa kishte Anheli atje? Çfarë thua trene? Po na shkatruar shumë. E shikon Anhelin prakat me praka që digjet trupi. I vinin prakat për djegur trupin Anhelit. Kjo nuk duroi dhe i tha do futem unë te Anheli, mjaft me Anhelin. Më vrit mua. Dhe u futi trupin Anhelit tek trupi I Alketës. Normal, është fëmia im, më duket, mendoj se është fëmia im. Edhe për I mirë. Nuk mund ta besoj që Anheli pas 4 net në burg, ndërkohë që është një njeri I drejtë. Po më vjen për diell që nuk ka drejtësi. Atje më plakosin, më lidhen. Vendosin diçka te këmbët dhe në kokë më godasin. Po, kjo ra dakord që të vritet Alketa dhe që Liza mund të dalë avash avash. Goditet në tëmth Alketa 1000 herë, janë si kpus në aparatura dhe goditet nga 2 anë në një kohë. Goditet në kokë Alketa me pllaka betoni dhe që shtrëmohet komplet shtylla kurrizore, shkërmoqet. Të thyet kocka këmbës etj. Pastaj 1000 herë mbas goditjeve të kokës goditet kurrizi, shtylla kurrizore. 1000 herë, pastaj plakoset gjoksi. Sa herë plakoset gjoksin? Që shtrihet fare, të shumtohet fare. Shumë herë, edhe gjoksin. Pastaj do shqynin barkun. Vjen Leta për të goditur barkun me këmbë, me kpus. Dhe I flet, nuk e di çfarë I thot barkut, ai shikon që po vdes more djali I Alketës. Dhe fuqia thot, oj nën e vdiqja nuk kam fuqi, se I thot që Anhelin e thyve, si ishte I gjatë, e tallin në qelizën fuqi. Po, është trashur shumë. Dhe kështu fuqia ata menduan, Durja Bleleta që ishin në burg që e vranë Alketën në këtë formë, menduan se vdiq fuqia dhe Alketa merr fund avash avash, sepse ojnën e vdiqja. Dhe në moment marrin Alelujën e lidhin, marrin Jezuin, Jurgenin, Infinitin, Allahun, I lidhin, I çajin, I gjakosin me krip. I çajin, I gjakosin dhe I kriposin. Këtë paralizohen avash avash, edhe druvejnë. Drvari u paralizohen me një herë. Po do në si është. Janë druvejnë dhe janë zëmësuar, nuk e di. Sa? 12. Por, ta them, ishte oqeani I detit në trupin e Alketës. Po, duhet ta them. Alketa I shpëtoi prapë budallënjt, fuqi. Po unë do vdisja, se fuqia ime ishte shqyer. Oqeani nuk ndihmon Alketën, shkon me vrap te Allahu dhe te fuqit, te fëmijët e Allahut. I hiq të gjithë, asnjë mirënjohës, as I than faleminderit, as I gjë, vetëm ikën. E druvejnë, të gjithë. Vetëm Alketa ngeli atje e qorë. Por iku si pik me fuqim dhe djalin. Po, nuk ishte vdekur ende, ishte pak ende, kishte energji pak. Fuqia, po kishte pak. Kishte ngelur një cep, me sa duhet një gri. Po, se do shpëtonte. Aparatura aty I thoshte që do vdesësh me Alketën, nuk kthehesh më dritë.
O do përmbyset gjithë toga, ose do më vdesësh me Alketa, një nga këto dyja do jetë, i tha aparatura. Ti s'merr vesh moj fuqi. Kështu që shpëtoi Alketa Gjoja, i dërmuar, shkatruar komplet, se kjo fuqia që ka shumë e zgjuar. Si ka tranosë gjithë, po më i zgjuar është Allahu me fëmijët e vet, dhe më fortar që janë mirënjohës. A jeni mirënjohës më? Me oqanin. Apo e harruat si ëndroj trurin? Kush e ndron trurin? Po rini prap me durin e aplen letën. Me skicët, po morët fund mërë. Po i vrat gjithë fuqit. Minji i kthyet, gjithë. Po i vrat mërë, i vrat, a hapët syt një ditë. Hapin i syt mërë, mirë mua më vrat, po vrat e gjithë fuqit. Me durin e aplen letën. Nuk ka rëndësi me kë bashkëpunon.